mjegull e madhe është krijuar, s'ka marrëveshje me PDK, LDK për Prishtinë, Tahiri apo s'ka marrëveshje në vërtet, se s'po e kuptojmë çka duke ndodhur. S'shoh këtë mjegull heq, kjo është e poster. Cila? Po e kuptoj se s'ka, Lumiri. Tërësisht është e poster kjo tim. Përparim Roma është kryetori i komunës Prishtinës. Përparim Roma. Ai thotë që s'është LDK. Thotë që s'është LDK, i ka thonë vazhdimsi që s'është LDK. Po pavarësisht kësaj është shumë e rëndësishme me uru sukses, dhe unë besoj shumë që është vlerë për kryeqytetin dhe për qeverisjen lokale në Prishtinë, bashkimi i forcës me Partinë Demokratike të Kosovës, dhe jam i bindur që ka me pas performancë që ka me qenë e dobishme për kryeqytetin, po për gjithë Kosovën, për shkak që Prishtina është e gjithëve, është kryeqytet i yni, dhe e kam pa edhe në kryetorin edhe emrimin e drejtorëve. Edhe emrimin e drejtorëve, po. Duke i njohur personalisht, i bindur jam që kam me performuar në mënyrë të shkëlqyeshme. S'është marrëveshje mes Përparim Ramës dhe PDK-s, po është marrëveshje mes LDK-s dhe PDK-s, ju thënë. Jo. A është marrëveshje ndërmjet PDK-s dhe Përparim Ramës si kryetar? Pa LDK, pa logo LDK. Po nuk. Se kjo logo PDK LDK. Përparim Roma nuk e përfaqëson LDK-n. Ai nuk mundet me përfaqësu LDK-n dikush që thotë unë jam LDK. Po ka qenë kandiduar nga LDK. Ka qenë kandiduar nga LDK, po. Tani s'po e di, ma është koalicion PDK LDK kjo është autoriteti i kryetorit komunës, qysh e mrrin shumicën në asamblenë komunale. Edhe qysh